para mendoj, 1 miliard, edhe krejt për me lujt. Që diçka interesante. Punëdhënësit po përgatiten për një tjetër epidemi të GTA-s, ku miliona Amerikanë pritet të marrin ditë pushimi, ose me u bo kishën smut, vetëm që të rrinë në shtëpi dhe të luajnë lojën e shumë pritur. Vlerësohet se publikimi i GTA 6 mund t'i kushtoj ekonomisë amerikane mbi $1 miliard të humbura në produktivitet. Kjo nuk është hera e parë që ndodh diçka e tillë. Gjithçka nisi në vitin 1999 me premierën e The Phantom Menace, ku mbi 2 milion amerikanë telefonuan duke u shtirur si të sëmur e që të prisnin në radhë për të parë filmin. Një fenomen që më pas u quajt sëmundja e Star Warsit, që atëherë kjo sëmundje, po i themi, është përsëritur disa herë. Në vitin 2007 kur doli Halo 3, aq shumë njerëz morën pushim saqë u quajt pushimi i Halos. Në vitin 2013 kur doli GTA 5, miliona njerëz sërish morën ditë pushimi për të luajtur. Kompanitë e zhvillimit të lojrave e kuptuan këtë sjellje dhe për këtë arsye, Red Dead Redemption 2 dhe çdo pjesë e Call of Duty pas Advanced Warfare u publikuan të premteve për të zbutur ndikimin në ekonominë globale. Por GTA 6 do të publikohet të martën dhe nëse historia përsëritet, ndikimi mund të jetë real. Mbi $1 miliard humbje të produktivitetit në SBA. Trego në komente, a ke marrë nëherë pushim për me nejt në shtëpi për qef, ose me lujt në ai lojë. Nëse ju pëlqen ky lloj kontenti, mos hezitoni me na bëu follow në të gjitha platformat e rrjeteve sociale.